Ajo që është ndoshta edhe më shqetësuese se kjo rritje e paralajmëruar është paralajmërimi nga ana e Kecit se nga 1 qershori të gjitha kompanitë prodhuese, përkatësisht kompanitë të cilët punësojnë mbi 50 të tregun e lirë dhe nuk e di nëse ende jemi të përgatitur për këtë ndryshim i cili pritet të ndodhë, ndoshta kjo do të jetë ataku më i madh për ne kompanitë, sidomos prodhuese, dhe ne shpresojmë që të kemi ndonjë mirëkuptim, të paktën të zgjatë ndoshta kjo periudhë deri në fund të vitit, në mënyrë që edhe të përgatitemi, sepse nëse nuk gaboj ende edhe ashtu në Kosovë po e përën vetëm Keci dhe ne presim që të ketë edhe kompani tjera të cilat do të ofrojnë shërbime të distribuimit të energjisë elektrike. Të paktën deri në fund vitit do të duhet shtyhet. Ne jemi për treg lirë si biznese, po jemi që këtu paraprakisht këto faza të përgatiten. Ka kohë vite që ne kemi kërkuar që të kalojmë në treg lirë, po që nuk ka ndodhur. Edhe kur çmimet kanë qenë shumë të ulta dhe çmimet tona kanë qenë shumë të larta, ne e blejmë si biznese 130 euro megavatin, ndërkohë para disa viteve, sidomos para Covidit, çmimi në treg ka qenë 40-50 euro. Dhe ajo neve na dëmtoi shumë. Kemi kërkuar, por nuk u realizoi. Janë themeluar edhe biznese, firma që do të merreshin me këtë biznes shitjen dhe blerjen e rrymes dhe t'ja ofrojnë ma lirë bizneseve dhe qytetarëve, po që nuk ka ndodhur. Tash po vjen një vendim i shpejt që nga 1 qershori. Dhe ky vendim do t'i ka gjetë pa përgatitur qoftë bizneset, qoftë edhe kompanitë që merren me shit blerje. Do duhet të lajmërohen spaku një vit përpara, në mënyrë që krijohen kompanitë që bëjnë blerjen dhe shitjen e rrymes, të janë funksionale dhe edhe bizneset të përgatiten për treg. Ne do të kërkojmë shtyrjen e këtij afati, për shkak se është kohë shumë e shpejtë. Jemi në mars, do thotë nga 1 qershori. Dhe në këtë gjendje që janë, do thotë do të jetë edhe një goditje për bizneset, sepse do t'ja u vështirëson jashtëzakonisht dhe do të rrezikojnë edhe ekzistencën e tyre. Damet është rritja e çmimit të prodhimit, rritja edhe kostos, sepse do të paguajnë ndoshta shumë më shumë bazë të çmimit të tregut. Dhe për këto do duhet të merren masa paraprake edhe nga qeveria, dhe të shihet efekti dhe kundër efekti i një vendimi. Nuk guxon, nuk do duhet qeveria e Kosovës të lejoj një vendim të përnjëhershëm siç është si ka ndodhur.